Si do votoj opozita po pyesje? Po. Unë nuk besoj që opozita do jetë kundër kësaj marrëveshje. Fundja është diçka që duhet të diskutohet, pra duhet dalin edhe detajet e kësaj marrëveshje, pra duhet dalin detajet e kësaj marrëveshje. Ne nuk mund të flasim paraprakisht. Ne shikojmë këtë vrapin e kryeministit për të nxituar. Në fakt ka një mënyrë, një nxitim të tejskaqshëm për të deklaruar se sigurisht është krijuar retorika dhe fryma perceptimi publik që ka një konflikt ndërmjet kryeministit aktual dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra administratës së re. Se ne mbajmë mend administratën e vjetër kur Blinkeni vinte në Shqipëri dhe si sekretar shteti dhe flisten për këtë një vit nuk ka pasur në një vizitë një dy zyrtar. Sigurisht që ka pasur një ndryshim në mënyrë të drejtë për drejtë dhe ne shikojmë këtë nëpërmjet retorikës së ambasadës amerikane këtu. Pra kemi deklarata të njëpasnjëshme ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet përfaqësuesës së saj në ambasadën amerikane të atachuar në Tiranë bën deklarata hapur fundja.